Në ditën e çlirimit të Lushnjës, u vlerësua me titullin qytetarderi Gjergj Velo, drejtuesi kryesor i pushtetit ekzekutiv Lushnjë në vitet 1975-1989, një emër i dashur dhe i respektuar për qytetin e Lushnjës. Ai drejtoi disa reforma sociale ekonomike, si rritja e numrit të pallateve për strehimin e popullsisë, përmirësimi i kushteve të mjediseve, të institucioneve arsimore, kulturës e shëndetësisë, duke ngritur Lushnjën në të njëjtin nivel me rrethet e mëdha të vendit. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa prezantoi një video me përmbledhjen e punës që i ka bërë për zhvillimin e qytetit të Lushnjës. Është kënaqësi, por edhe emocion njëkohësisht që në këtë aktivitet të kem mundësi të jap një çmim, një titull atë që është dhe më i lartë i qytetit ton, patjetër në bashkëpunim edhe me Këshillin Bashkiak, të një njeriu vizionar, të cilit nuk i kanë folur fjalët, por i flasin veprat. Çdo ditë në përditshmërinë time kur unë takoj qytetar të ndryshëm dhe flas për punët e bukura që duam të bëjmë në Lushnjë, të gjithë në fund më thonë vetëm një fjalë: bëj vepra të mëdha ashtu si Gjergj Velo. Të gjithë ne të rinjtë të Lushnjës jemi rritur me emrin e tij, me punën e tij dhe me përkushtimin e tij. Në këtë prezantim të videos që ne pam se sa vizionar ka qenë ai, që nga planet rregulluese të qytetit, që nga infrastruktura që ne e trashëgojmë edhe sot, nga ndërtimet, por patjetër nga infrastruktura bujqësore. Prandaj dhe të jesh një nga ata të cilët do të kesh mundësi ti japësh këtë titull Gjergj Velo sot, është edhe nder, edhe krenari, edhe kënaqësi. Titullin qytetarderi zotit Gjergj Velo ja dorëzoi kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima. Duke të falendëruar për gjithë kontributin që ke vënë për qytetin tonë, dhe duke qenë se je shembulli më i mirë për çdo që pretendon të bëhet intelektual dhe kontribuoj po për këtë qytet dhe të lë gjurmë, kam nderin të jap certifikat si qytetar. Zoti Velo, i cili është dhe kryetari i organizatës së dëshmorëve të kombit, i emocionuar shprehu falënderimet për këtë vlerësim të madh. Kjo certifikat nderi që më dorëzohet nuk më takon vetëm mua. Jo, i takon tërë qytetarisë së mrekullueshme, lushnjare. U takon gjithë punonjësve të përkushtuar të fshatit dhe të qytetit, që atyre kohëve nuk kurshin asgjë për siguruar realizimin e tejkalimin e detyrave në zhvillimin e saj dhe të shtetit. Si ish kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrjetit Popullor të Rrjet, isha thjesht një drejtues i kuadrove, i specialistëve dhe i punonjësve të palodhur të Rrjetit. Për zhvillimin ekonomik të qytetit të Rrjetit, vëmë gjithçka, dijet tona, vullnetin, shpirtin, s'dinim ç'ishte zvarritja e gjerave, s'dinim ç'ishin mos më njohen ndaj njerëzve. Por, a mund të bëni më shumë? Natyrisht që edhe mund të bëni. Por, gjej rastin të kërkoj tërë lushnjarën që në atë kohë personalisht kam kërkuar një mobilizim total të punonjësve, të kuadrëve, të specialistëve, të mësuesve, të mjekëve, por edhe një mobilizim të të iskaqshëm.